Gëzuar Pashkët edhe njëherë të gjithë, Krishti u ngrit nga të vdekurit. Gëzohem shumë që jeni këtu sot. Andoni më kishte thënë se do vinë 3-4 persona sot për shkak të festës, por ja u mbush salla edhe ne mund të festojmë së bashku. Nuk e di nëse e bët me dashje ose me qëllim apo pa qëllim, por duke kënduar këngët që sapo kënduam, ne vazhdojmë traditën e dëshmive të besimtarë të parë. Me një fjali, ata shprehen besimin e tyre tek Zoti, që thanë Jezusi është Zot, edhe në bazë të kësaj dëshmie mund të pagëzoheshin edhe fitonin jetën e përjetshme, gjithashtu duke deklaruar vuajtjen e Krishtit, vdekjen e tij në kryq, varrimin e tij, ringritjen e tij nga të vdekurit, ata shpallen besimin e tyre. Edhe ja, ne sapo kënduam disa këngë që e vërtetonin këtë gjë, edhe ne bashk vërtetojmë që ne jemi ndjekës, jemi dishepuj të Jezus Krishtit. Sigurisht do të flasim për këtë sot, me anë të Biblës, me anë të fjalës së Perëndis, duke parë ngjarjet që ndodhen para shumë viteve, por çfarë kanë domethënie të jashtëzakonshme për sot e kësaj dite, për ne, për gjithë secilin nga ne. Nëse keni Biblat përpara, hapni Biblat tek Luka 24, Luka 24, edhe do të përcjellim ngjarjet se si Luka i përshkruan në Ungjilin e tij. Por para se ta lexojmë ose para se të futemi në studimin e fjalës, le të lutemi së bashku. Atë Perëndi është një fest sot. Ne gëzohemi që Krishti është i gjallë, që ai u ngrit nga të vdekurit, që ai jeton siç kënduam, edhe ne kemi vërtetuar në zemrat tona që ti ke dëshmuar tek ne që kjo është e vërtet. Nuk është një trillim, nuk është diçka e menduar nga njerëzit, por është një fakt historik në të cilin ne mbështetemi, por edhe nga fjala jote duket që këto gjëra kanë shumë vlerë për ne, edhe janë jetë ndryshuese, edhe janë me kuptim të përjetshëm, Zot. Na ndihmo që të kuptojmë këto gjëra sot. Na i hap mendjet, na i hap zemrat që të pranojmë atë që ti ke për ne sot. Në emër të Jezusit të lutemi. Amin. Si që dini, të 4 ungjilltar tregojnë këtë fakt historik triumfues të Jezus Krishtit, se ai u ngrit nga të vdekurit. Por edhe është normal, sepse është një gjë që nuk bën vaki, që dikush ngrihet nga të vdekurit. Por Luka e përshkruan në një mënyrë të jashtëzakonshme, të pakrahasueshme. Në fakt vetëm ai tregon historinë e 2 burrave që ecin nga Jeruzalemi në fshatin Emaus edhe pastaj kthehen. Edhe do të shikojmë pse Luka e përmend këtë ngjarje, edhe ungjilltarët e tjerë nuk e përmendin. Por do me thënë bani gishtin tek Luka 24, sepse nuk do të lexojmë gjithë historinë për shkak të kohës, por do t'i referohemi ngjarjes shpesh herë. Do me thënë bani Biblat hapur edhe gishtin aty tek celulari ose ku e keni Biblën. Në vend të parë duhet të kuptojmë rëndësinë e Jerusalemit. Edhe Luka e thekson këtë në Ungjilin e tij. Shpresoj sinqerisht që keni marrë kohë këto ditë, të premten, dje, sot, për t'u kujtuar ngjarjet që ndodhen. Që të keni marrë kohë për të lexuar historinë e vuajtjes së Krishtit, e kryqëzimit të tij. Nëse nuk keni bërë, do të sugjeroj të merrni kohë sot, të gjeni kohë, të veqoheni në mes të festës edhe të lexoni, të mendoni thellë për ngjarjet. Por për Lukën, ky udhëtim nga Jeruzalemi
nuk ishte thjesht një udhëtim për në fshat. Por ai thekson që udhëtimi ishte nga Jeruzalemi në Emaus edhe pastaj prap në Jeruzalem. Ai thekson që ishte 60 stad larg në vargun 13, do me thonë ishte afër 11 kilometra larg Jeruzalemit. 11 kilometra, do pa kohë për të kaluar 11 kilometra me këmbë. Edhe Luka i thekson këtë që ata dy burra po shkonin në fshat me emër Emaus, 11 kilometra larg Jeruzalemit. Por pastaj tek vargu 29 thot që edhe po ngryset ata u kthyen në Jeruzalem. Do me thënë natën vonë, mbas bisedës që patën me atë të huaj, atë njeri të huaj, u kthyen në Jeruzalem. Edhe kjo ka shumë domethënie. Edhe Luka fillon në fakt pjesën e vuajtjes së Krishtit tek kapitulli 9 të Ungjillit të tij, tek Luka 9:51, atje fillon udhëtimi i Jezusit për në Jeruzalem. Tek Luka 9:51 thot: ndodhi që kur plotësoheshin ditët që ai të merrej, ai drejtoi fytyrën prerazi të shkojë në Jeruzalem. Jezusi e drejtoi fytyrën prerazi për në Jeruzalem. Ishte i vendosur për të kaluar në Jeruzalem. Edhe në kapitujt që vazhdojnë, shikojmë, sepse Luka e përmend shpesh herë, tek kapitulli 13, vargu 22, dhe Jezusi kalonte në për qytete dhe fshatra duke mësuar dhe kështu po i afrohej Jerusalemit. Tek kapitulli 17:11. Dhe ndodhi që duke udhëtuar për në Jerusalem, ai kaloi përmes Samarisë dhe Galiles. Pastaj tek 18:31. Pastaj Jezusi mori me vete të 12 dhe u tha atyre: ja, po ngjitemi në Jerusalem, dhe të gjitha ato që shkruan profetët për birin e njeriut do të përmbushin. Edhe pastaj tek vargu 11 të kapitullit 19, dhe ndërsa po i dëgjonin këto, po shtoi edhe një shëmbëltyr, sepse ai ishte afër Jerusalemit. Do me thënë, Luka thekson vërëndësin e vendit Jerusalem për Jezusin. Një javë më përpara, të dielën e kaluar, cila ditë ishte ajo? 10 vjetori. Po, në fakt, po 10 vjetori i kishës shqiptare, por në historinë e Biblës, çfarë dite ishte ajo? Dita e Palmave. Çfarë ndodhi atë ditë? Jezus Krishti hyri në Jeruzalem si mbret i Sionit. Do me thonë, edhe gjithë turma vërtetoi që hyri mbreti i Sionit, mbreti i Israelit, me psalme, me këngë, me degë të palmave, me hosana, me këngë të mëdha, duke dëshmuar, po vjen Krishti në qytetin e tij, po vjen Mesia. Tani, kaloi një javë, këta dy dishepuj largohen nga Jerusalemi. Ata largohen të zhgënjur. Në fakt, sipas mendimit të tyre, Jezusi nuk ishte mbret. Ai u kryqëzua. Heroi i tyre vdiq në kryq. Edhe ata dolen nga Jerusalemi të zhgënjur. Të dëshpëruar. Por ata duhet të kuptonin se vdekja ishte strategjia e Jezusit për
për të themeluar beslidhjen e tij të re edhe mbretërinë e tij të përjetshme. Shihni tek Luka 9:31, e mbani mend të ngjarjen që Jezusi u ngrit në mal me 3 nga dishepujt e tij, edhe ja befas 2 burra po bisedonin me ta, edhe ishin Mojsiu dhe Elia. Dhe Jezusi u shëndrua, por Mojsiu dhe Elia u shfaqën në lavdi dhe i flisnin Jezusit për largimin e tij nga kjo jetë që do të kryhej së shpejti në Jerusalem. Domethënë ata flisnin në gjuhën origjinale është për eksodin e tij, për largimin e tij nga kjo jetë. Edhe Jezusi do të theksoj që hyri në Jerusalem si mbret i Sionit, por do të largohej jo si kriminal që u varë në kryq, por si mbret i përjetshëm, si Zot fitimtar. Edhe në Jerusalem do të shfaqej dishepujve të tij. Edhe Jerusalemi ishte piknisja e themelimit të tij të misionit botëror, edhe të themelimit të tij të mbretërisë së përjetshme. Edhe në Jerusalem, fryma e shenjtë do të zbriste për të frymëzuar dishepujt. Ata duhet të prisnin në Jerusalem. Edhe nga Jerusalemi, Jezusi do t'i qonte në mal kur u ngjit në qiell. Edhe në Jerusalem do të ktheheshin dishepujt për të pritur frymën e shenjtë, edhe për të lavdruar Perëndin në tempull. Domethënë gjithçka kishte për të ndodhur në qytetin e mbretit të Izraelit, në qytetin Jerusalem. Por kishte disa pengesa. Kishte përgatitje të kota. Edhe kishte edhe pabesim që ishin pengesa për Perëndin të vazhdonte. Shikoni fundin e kapitulit 23 të Lukës. Edhe lexojmë që në të premten, në ditën e përgatitjes, në ditën që Krishti u kryqëzua, dhe gratë që kishin ardhur me Jezusin nga Galilea duke e ndjekur, e pan varin dhe mënyrën se si ishte vënë trupi I Jezusit, dhe ato u kthyen dhe përgatitën erëra të mira dhe vajra e rëkëndshëm, dhe në shabat pushuan sipas urdhrimit. Ata përgatitën erëra të mira dhe vajra e rëkëndshme. Por ishte përgatitje e kotë, sepse trupi I tij nuk ishte më atë ditën e së dielës. Edhe në ditën e së dielës, kur vari është bosh, edhe gratë afrohen varit, duken 2 burra të veshur me rroba të bardha. 2 engjëj, domethënë. Edhe ata shpjegojnë arsyen, edhe thonë, nuk është këtu Jezusi, por është ringjallur. Kujtohuni si ju foli kur ishte ende në Galile, në vargun 6. Duke thënë se biri I njeriut duhet të dorëzohet me duart e njerëzve mëkatar, edhe të kyçëzohet dhe të ringjallet ditën e tretë. Dhe ato I kujtuan fjalët e tij. Ato I kujtuan fjalët e Jezusit. Domethënë pengesa ishte që kishin dëgjuar fjalët e Jezusit, por nuk kishin hyrë tek mendja e tyre, tek besimi I tyre, tek zemra e tyre. Kishin dëgjuar, por nuk kishin besuar. Edhe prandaj engjëllit u thanë grave, kujtoni fjalën e tij, se si ju foli në Galile. Edhe Luka, pak më përpara, thekson rëndësinë e dëgjimit edhe besimit.
Shikoni kapitullin 19, vargun 32. E mbani mend historinë që Jezusi kishte për të hyrë në Jeruzalem për të gjetur një gomar në të cilën ai do të hipte për të shfaqur si mbret. Edhe u tregonte dy burrave për të hyrë në qytet, për të kërkuar një gomar, një kerriç. Edhe e lexojmë që dhe të dërguarit shkuan dhe e gjetën ashtu siç u kishte thënë. Pak më poshtë, tek kapitulli 22, vargu 13. Përsëri Jezusi duhet të shkojë në Jeruzalem, është dita e enjte, para Pashkës. Ati duhet një sallë për të mbledhur me dishepujt e tij për të festuar Pashkën, edhe ai dërgon dy burra për të gjetur një sallë. Edhe tek kapitulli 22, vargu 13 thotë, ata shkuan dhe gjetën ashtu siç u tha dhe përgatitën Pashkën. Domethënë, në këto dy raste Jezusi kishte thënë diçka të pabesueshme, shkoni kërkoni një gomar edhe do ta gjeni, shkoni kërkoni një sallë edhe do ta huazoni, ishin gjëra të çuditshme, por ja u ndodh, ata e gjetën ashtu siç e kishte thënë Jezusi. Por tani gratë nuk kishin mbajtur mend atë që Jezusi u kishte thënë atyre. Po të kishin dëgjuar fjalën që Jezusi kishte thënë në Galile, nuk do të kishin përgatitur errat edhe vajrat për të mbuluar trupin e Krishtit. Në fakt, as dishepujt nuk e besuan. Pietri shkon tek vari, ju e dini historinë, ai varpoi deri tek vari, e gjeti bosh, edhe nuk kuptonte çfarë kishte ndodhur. Si ka mundësi? Ku është trupi? Ku është Jezusi? Ku është kufoma? U mrekullua, edhe ishte konfuz. Por lexojmë tek 24:11 që as ata 11 dishepuj nuk e besuan. Lexojmë tek vargu 11, atyre ju duken këto fjalë të grave si dokra dhe nuk u besuan atyre. Ata atyre ju duk si shpikje, si trillim, një fantazi, kishin menduar vetë. Nuk kishin kuptuar që Jezusi duhet të kryqëzohej edhe të ringjallej. Por si është për ne? A bëjmë përgatitje të kota? Çfarë pengesash hasim për shkak se nuk i dëgjojmë fjalës së Perëndis? Nuk i dëgjojmë fjalët e Perëndis, fjalët e Krishtit. Jezusi ka thënë shumë gjëra, mos u shqetësoni për asnjë gjë. A shqetësohemi? Kështu me radhë, por ne si reagojmë? A i dëgjojmë fjalët e Krishtit me besim edhe me bindje? Kjo vazhdon të jetë një pengesë, që pa besimi, si dhe për dishepujt, edhe për ne shpeshherë është një pengesë. Edhe përsëri e kapim historinë e dy burrave që ecsin për në Emaus, për në fshat. Ata dy burra ishin të zhgënjur. Edhe Jezusi befas, pa pritmas, futet me ta duke ecur për në fshat. Edhe fillon biseda, edhe ata thonë, po ti qenë ka i vetmi huaj që në Jeruzalem që nuk ka marrë vesh ato që kanë ndodhur atje këto ditë? Dhe në vargun 19 dhe Jezusi u tha atyre, cilat gjëra? Dhe ata i thanë, ato të Jezusit nga Nazareti, i cili qenë një profet i fuqishëm në vepra dhe në fjalë përpara Perëndis në gjithë populli. Dhe se si kry priftërinë të krerët tanë e dorëzuan në dënim vdekjeje dhe e kryqëzuan. Por ne shpresonim që ky të ishte ai që do të shpengonte Izraelin. Por me gjithë këtë,
sot është e treta ditë që kur ndodhen këto. Do me thënë, ata ishin të zhgënjur. Pse? Sepse priftërinjt kishin një ndikim shumë të madh në atë kohë, si edhe tani tek populli, edhe priftërinjt e kishin denoncuar Krishtin. Priftërinjt e kishin kriqezuar Krishtin. Edhe këta dy burra menduan gjithçka ka dështuar. Heroi ynë, shpëtimtari ynë ka vdekur në kryq në duart e priftërinjve. Por një arsye tjetër ishte që prisnin një çlirimtar tjetër. Ata prisnin një çlirimtar politik, ushtarak. Jezusi do të mundonte romakët. Jezusi do të ngrinte mbretërinë e tij në Izrael në atë ditë. Ai do të jetë mbreti i tyre. Ai do të jetë politikani i tyre. Edhe ata dështuan. Ata ishin shumë të mërzitur. Edhe lexojmë një gjë shumë ironike. Edhe janë duke biseduar me Jezusin, edhe tregojnë për gratë që nuk e kanë gjetur trupin, edhe që Pietri ka vajtur tek vari edhe nuk e kanë gjetur kur formën, edhe thonë tek vargu 24, dhe disa nga tanët shkuan tek vari dhe e gjetën ashtu si i thanë gratë. Por ata nuk e pan. Ata gratë nuk e pan, dishepujt nuk e pan. Ata janë duke qëndruar ballë për ballë me Jezusin atë moment, edhe nuk e shikojnë. Edhe thonë ata nuk e kanë parë. Edhe bile ata dy burra nuk e pan Jezusin, ndërsa ishin ballë për ballë me të. Sa herë paraqitet Jezusi përpara nesh, edhe ne nuk e pranojmë, ne nuk e shikojmë, ne nuk e kuptojmë. Le të jemi të hapur që Perëndia të zbuloj veten tek ne. Qoftë nëpërmjet fjalës së tij, qoftë nëpërmjet një vëllait ose një motre. Qoftë nëpërmjet në çdo mënyrë që ai përdor. Por pastaj në këtë bisedë Jezusi fillon të zbuloj se kush është ai tek ata dy burra. Edhe ai tregon se me anë të ligjit dhe të profetëve duhet të vdiste Mesia. Duhet të vdiste sipas planit të Perëndis. Nuk ishte i rastësishëm. Vdekja e tij nuk shkoi kot, por ishte diçka e planifikuar që nga shekuj, që nga vite më përpara. Edhe vetë Jezusi ishte në dijeni për këtë gjë. Dhe vdekja e tij nuk ishte pengesë për të themeluar mbretërinë e tij. Por shpëtimi vjen vetëm nëpërmjet vdekjes së Jezusit. Po të mos kishte vdekur Jezusi, nuk do të kishte shpëtim. E mira ishte që këta dy burra, si me dishepujt, si ne, kishin lexuar Dhjetën e Vjetër, ligjin edhe profetët, por shikoni çfarë thot Jezusi. Tek 25. Të pament dhe të ngathet në zemër për të besuar që ka thënë profetët, për të besuar gjithçka që kanë thënë profetët. Gjithçka që kanë thënë. Ata kishin lexuar për triumfin e Krishtit, për themelimin e mbretërisë së tij, për të gjitha gjërat e bukura dhe e mrekullueshme, por nuk kishin lexuar, nuk kishin kuptuar që Mesia duhet të vuante, duhet të vdiste para se të ringjallej. Kishin besuar, por jo gjithçka. Por si është për ne? A besojmë pjesërisht? Një pjesë e marrim për veten tonë, një pjesë tjetër them jo, është pak vështirë për të kuptuar, është pak e çuditshme dhe nuk e pranoj. Apo besojmë gjithçka që është shkruar në fjalën e Perëndisë. Pra Jezusi duhet të vërtetonte dhe të tregonte me anë të tipareve, me anë të profecive,
për pajtim me Perëndin nëpërmjet vdekjes dhe nëpërmjet sakrificës së Mesias, nëpërmjet qengjit të Pashkës. Jezusi ishte përmbushja e asaj shëmbulltyrja. Por mirë, le të jetë ringjallur Mesia, por ku është atëherë? Ata dy burra ishin duke ecur, duke biseduar me një të huaj, thanë, por mirë, le të pranojmë që ky është ngritur nga të vdekurit, por ku është? Si mund ta njohim? Si mund të dim se kush është ky person? Mund të jetë çdo lloj personi që dele, unë jam Krishti, vishet si Krishti, flet si Krishti, edhe mund të ketë marrë shumë ndjekës mbrapa. Mund të kenë hyrë shumë mashtrues. Si mund të njihet? Zbresim pak më poshtë, tek vargu 30, dhe ndodhi që kur ishte në tryez me ta, mori bukën, e bekoi, dhe si e theu u andau atyre. Por atyre ju qelën sytë dhe e njohën. Në thyrjen e bukës, në tryez bashkë me Krishtin. Në atë moment kuptuan se ky është Krishti, ky është ai që ka vdekur, që ishte varrosur, që është ngritur nga të vdekurit për ne. Ndoshta i pan shenjat tek duart e tij, duke e thyer bukën. Por besoj se vetëm vepra e thyerjes së bukës kishte shumë kuptim për ata. Shikoni vargun 35, sepse kur u kthyen në Jeruzalem tek 11 dishepujt, e tregojnë gjithë historinë tek 35-a, dhe ata treguan ato që ndodhen udhës dhe si e kishin njohur në ndarjen e bukës. Atëherë kanë kuptuar sakrificën e Jezusit duke thyer bukën, duke kujtuar ndoshta për shumë fishimin e bukëve, ku 5.000 veta kanë marrë nga dora e Krishtit. Ose disa ditë më përpara kur Jezusi e theu bukën me ta, kanë kujtuar, ky është Jezusi, ky është shpëtimtari i ngritur nga të vdekurit. Por jo vetëm kaq, ata dy mund të kenë kuptuar që Jezusi u prezantua, tani e dim se ky është, pikërisht ky është. Por për të tjerët, për ata 11 të tjerë. Shikoni vargun 36. Dhe ndërsa ata po bisedonin për këto gjëra, vetë Jezusi u shfaq në mes të tyre dhe u tha atyre, Shalom. Paqe me ju. Paqe me ju. Shalom. Vazhdon pak më poshtë në vargun 39 edhe thot, si po shihni se unë jam vetë. Shikoni duart, thot, shikoni. Keni shizat, shikoni duart e mia, këmbët e mia, shikoni, prekni duart e mia, këmbët e mia. Por ende nuk besuan. Pastaj tha, a keni diçka për të ngrënë? Edhe gjetën një pjesë peshku, dhe në vargun 42 ata i dhanë një pjesë peshku të pjekur, dhe ai e mori dhe e hëngri para tyre. Për të vërtetuar, nuk jam një fantazëm, nuk jam një shpirt, por jam njeri me trup, që mund të haj, që mund të trajtoj ushqimin. Por me gjitha të, është trup që kisha më përpara, por në një mënyrë shumë të mrekullueshme ka ndryshuar gjithashtu, sepse ai u duk në atë dhomë pa e hapur derën. Të trupi i tij ishte ndryshe nga trupi që kishte më përpara, por pra ishte i njëjti trup. Ishte i njëjti Jezusi me të cilin kishin ngrënë më përpara. Do me thënë, Jezusi
vërtetoj veten tek ata. Ja, unë jam ai vet që ju keni parë më përpara, që ishte në kryq, që ishte në varr, që është ngritur nga të vdekurit. Vazhdon historia, sepse nuk ka mbaruar, të gjithë gëzoheshin sigurisht, mrekulloheshin sigurisht, e përfaqafonin sigurisht, por Jezusi kishte një mision për ta, një porosi për ta. Shikoni vargjet 46 e më poshtë. Sepse kështu është shkruar dhe kështu duhej të vuante Krishti dhe të ringjallej prej së vdekurit ditën e tretë. Dhe të predikohej në emrin e tij pendimit dhe falja e mëkateve në të gjithë kombet, duke filluar nga Jerusalemi. Duke filluar nga Jerusalemi, qyteti i mbretit. Dhe ju jeni dëshmitar për këtë. Jezusi u dha atyre misionin për të predikuar, për të shpallur pendim në emër të Jezusit, që ishte kryqëzuar, që kishte vuajtur, që ishte varrosur, që ishte ngritur nga të vdekurit, që do të vijë përsëri. Edhe ju jeni dëshmitar, tha Jezusi. Fryma e Shenjtë do t'ju mbush, që të jeni të fortë, që të jeni të guximshëm, që të mund të dilni kudo, të shpallni kudo që shkoni këtë lajm të mirë. Edhe ne, sot, pas 2000 vjetëve, le të bashkohemi me ta në gëzim, që me të vërtet është ky Jezus që ishte vdekur, që tani është i gjallë, që do të vijë përsëri, edhe në emër të cilit ka pendim, ka falje të mëkateve. Le ta shpallim kudo që të shkojmë, edhe të bashkohemi me ata në shpalljen e lajmit të mirë, në adhurimin e Perëndis, edhe në kryerjen e misionit që ai ka për ne. Le të lutemi së bashku. Atë Perëndin, ne gëzohemi jashtëmase se këto gjëra nuk janë gënjeshtra, nuk janë trillime, nuk janë falso, nuk na mashtron me këto histori, por janë fakte historike. Të falenderojmë që ti e ke vërtetuar tek këta dishepuj, tek këta dy burra pikërisht, por edhe tek ne, sepse ti na ke bindur për të vërtetën. Ti na ke treguar që edhe ne jemi falur, ne kemi jetë përjeshme me anë të Krishtit. Edhe ti na ke dhënë këtë porosi të dalim kudo në botë, të shpallim këtë lajm të mirë, Zot. Na ndihmo që të jemi dëshmitar besnik, të guximshëm, edhe që edhe sot të kemi mundësi, edhe këtë javë të kemi mundësi të tregojmë të tjerëve që Krishti u ngrit nga të vdekurit. Krishti ron, edhe akoma është mundësia për të u shpërtuar, për të penduar. Dhe Zot, nëse ka dikë që dëgjon këtë mesazh që akoma nuk është penduar, akoma nuk të ka pranuar ty, nuk ka besuar, kërkojmë që siç u hape syve të atyre dy burrave edhe të 12-ve, tu hapësh edhe sytë e atyre që akoma nuk besojnë, Zot. Për shkak të emrit tënd, për lavdinë tënde, të lutemi në emër të Jezusit. Amin.